Ardhmja e Mario Mitajt të mbetet në ajër tek Al Ittihadi. Mbrojtësi kombëtare shqiptare është kthyer titullar në kampionat por vetëm për shkak se Benzema është shfaqur jashtë. Largimi i Mitajt nuk do të jetë çudi në orët e fundit të merkatos, pasi klubi arab po negocion gjatë kësaj kohe. Fillimisht është thënë se Al Ittihad refuzoi ofertën e Al Nassr që e kërkoi në huazim, kështu Mitajt ju mohua mundësia që të luante krah Cristiano Ronaldos. Ky fundit bojkoton Al Nassrin së fundmi dhe një arsye është merkato që nuk pata afrohen emra të bujshëm. Al Ittihad duket se ka gjetur dhe zëvendësuesin për çdo rast. Bëhet fjalë për Qim Suba që do të transferohej nga Alverca në Portugali. Mitaj mbetet po ashtu peng i numrit të lojtarëve të huaj që lejohen në Arabi. Mbrojtësi shqiptar është parë vazhdimisht jashtë skuadrës në ndeshjet e kampionatit që nga viti i kaluar. Mario Mitaj është kthyer të luajë sot përsëri si titullar në radhët e klubit të Al Ittihadit në kampionatin arab të futbollit në barazimin 2-2 që skuadra e tij regjistroi në transfer të ndaj Al Fateh. Mbrojtësi është alternuar në këtë periudhë mes formacionit e tribunës për shkak të limiteve me të huajt që janë në kampionatin arab të futbollit, por prania e sotme në fushë ka të bëjë me një situatë të pazakontë që ka ndodhur me yllin e këtij ekipi, Karim Benzema. Ky fundit ka hyrë në muajt e fundit të kontratës së tij me Al Ittihad dhe përfaqësuesit e tij kishin shkuar të negocionin me sheikët për rinovimin e marrëveshjes, ndërsa ata ishin në pritje të një oferte të ngjashme apo më të mirë se kjo aktuale, propozimi financiar i Al Ittihadit i ka lënë pa fjalë. Shifrat që janë vendosur para në tavolinë raportohet se kanë qenë shumë më të ulta se ato që përfiton aktualisht futbollisti dhe përfaqësues të lojtarit i kanë cilësuar si tentativë për të bindur futbollistin duante gratis për sheikët. Kësaj ato janë refuzuar, ndërsa edhe vetë Benzema e ka cilësuar këtë si një dëm ndaj imazhit të tij dhe raportohet që ka refuzuar të luajë në ndeshjet e radhës së Al Ittihad. Kësaj në skuadrë është hapur një vend për një të huaj dhe nga kjo ka përfituar Mitaj, i cili është përfshirë menjëherë në rreshtim nga trajneri Conceição për takimin e sotëm.